Qeveria ka vendosur që të shtyjë deri më datë 31 maj afatin për subjektet private, të cilat duan të aplikojnë për të lidhur kontratën e qiras për të ushtruar veprimtarinë e tyre në stacionet e plazhit. Të drejtën për të përdorur hapësirën e plazhit e kanë subjektet private, të kategorizuara si bujtina, fjetina, hostele, hotele, resorte, qendra kurative, si dhe bloqe apartamentesh që janë 2 ose më shumë apartamente në të njëjtën vendodhje dhe që menaxhohen nga njëjti sipërmarrës turistik me jo më pak se 5 doma. Në vendimin e qeverisë thuhet se faza 2 e aplikimit të subjektit për stacion plazhi do të jetë brenda datës 30 prill. Faza e parë sipas këtij vendimi konsiderohet ajo e aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit, ndërsa në fazën e dytë saktësohet aplikimi, gjenerohet mandati i pagesës dhe përcaktohet plan vendosja e stacionit të plazhit. Të gjitha subjektet e interesuara duhet ta kryejnë aplikimin e tyre në portalin e-Albania, duke kërkuar shërbimin aplikim për ushtrimin e veprimtarisë së stacioneve të plazhit.